Qeveria ka vendosur të riorganizojë godinat e sistemit të drejtësisë në një qendër të re. Projekti u prezantua nga kryeministri Edi Rama, I cili u shpreh se ky është financimi më I madh I përgjithësorin, që kushton 100 milion euro. Dhe në ndërkohë që detyrat tuaja I dini dhe I bëni ju, detyra jon është që të vazhdojmë ta mbështesim sistemin dhe të vazhdojmë të bëjmë gjithçka që sistemi të funksionojë me kushtet dhe me standardet më të larta. Nuk harroi as batutat sa I përket debateve shkaktuar lidhur me vendimarrjet e tokave të zeza. Kjo është një përpjekje që nuk ndalet dhe nuk kthehet mbrapa pavarësisht surprizave që ju na bëni her pas here, po që janë pjesë e jetës dhe janë pjesë edhe e proceseve tuaja të brendshme, janë pjesë edhe e rritjes, edhe për ta mbyllur. Ky është rasti ideal që të gjithë ne së bashku, duke qenë se edhe ju jeni përfshirë tani, të shkojmë në paraburgim për shpërdorim detyra. Drejtues të institucioneve të drejtësisë vlerësuan nismën. Megjithatë, disa prej tyre ishin të paqartë. Ishte kreu I gjykatës së lartë Sokol Sadushi, I cili mori përgjigje lidhur me pikpyetjet e tij nga vetë kryeministri Edi Rama. Në mënyrë se u prezantua duket sikur në këtë pol drejtësie përfshihet gjykata e lartë dhe gjykata kushtetuese, me sa arrita të kuptoj. Ajo që unë do të doja të theksoja, jo për faktin që jam në këtë detyrë sot, por kushdo që do të jetë në këtë detyrë nesër, apo cili do që e vlerëson pozicionin që ka gjykata e lartë, ai duhet të jetë një godinë e veçuar. Dhe është vërtet që kemi kaluar edhe ne ndërtimit, mos gabohem, për një godinë administrative që presupozohet që mund të jetë gjykata. Sipas Ramës, kjo zgjidhje do të lehtësonte barrierën financiare për buxhetin e shtetit, pasi në këtë rast nuk do të kishte shpenzime direkte për ndërtimin, por shteti do të përfitonte hapësira të dedikuara për gjykatën e lartë, nëse vendoset që ajo të mbetet në të njëjtin vend.